Unë si psikologe mora iniciativën me i pyet secilin prej mbijetuarve të cilët i kishim në database, çka do thot kjo për ta, çka do thot drejtësia për të mbijetuarit. Edhe shpat prej tyre që thonin që nëse familja më mbështet, kjo për mua është drejtësi, sepse për mua dikush po ma një dhimbjen. Mirë po të gjithë fakti që shteti më në fund po nje si të mbijetuar dhunën seksuale ka qenë një paqe shpirtërore se në fund 18 vite, 19 vite pas përfundimit të luftës, shteti po e njeh plagën tonë, gjë për të cilën nuk ishte folur kurrë më përpara, gjë për të cilën gjithmonë shoqëria jone kishte heqë, sikurse e kishte shkel dhimbjen e tyre, dhe kjo do thoshte drejtësi. Si shoqëri kemi tendencën që t'i shmangim temat që janë delikate dhe për të cilat ndoshta duhet të flasim, por që kemi frikë të flasim dhe nuk e dim se si duhet i trajtojmë. Nga eksperienca juaj, mendoni se këto tema duhet të diskutohen, flas për tema të ndjeshme, të cilat kanë prekur njerëz që kanë qenë të përfshirë në konflikte apo në luftra dhe të cilët sigurisht kanë shkaktuar dhe kanë lënë shumë pasoja tek grupet caktuara në shoqëri të shteteve të rajonit. Sigurisht, atëherë në aspektin psikologjik, gjithçka që ka të bëjë me shmangjen konsiderohet traumatike. Njerëzit në përgjithësi që kanë përjetuar eksperienca të ndryshme traumatike kanë tendenca me u shmang këtyre përvojave, mos me i diskutu, për faktin që ndjen se nëse flasin mund të ri-traumatizohen edhe më shumë. Por në fakt, kjo është një mekanizëm mbrojtës i cili funksionon shumë shkurt, sepse traumat sa më pak që diskutohen, aq më shumë thellohen. Në fakt, kur kemi të bëjmë me trajtimin e traumave, nuk ekziston ndonjë formule posaçme që kish me i trajtu traumën ose një medikament i posaçëm që kish me pas efekte të caktuar. Traumat duhet të diskutohen në ambiente ku personat të cilët kanë përjetu trauma ndihen të kuptuar, ndihen të mbështetur. Domethënë duhet të trasohet rruga ku ata ndihen se përvoja e tyre po validohet, dhimbja e tyre po njihet. Dhe vetëm në këtë mënyrë trasohet rruga për shërimin e tyre. Domethënë shoqëritë domosdo duhet t'i trajtojnë atë se çka ka ndodhur në konflikte në mënyrë që të krijohet një paqe qëndrueshme, të them. Nga eksperienca juaj dhe puna që keni bërë gjatë këtyre viteve, nëse dëshironi mund t'na jepni edhe shembuj të caktuar, sigurisht pa hyrë në individ të caktuar, por shembuj të cilat në karrierën tuaj mund të perceptohen dhe mund të konsiderohen si raste shumë delikate dhe shumë të vështira për të trajtuar. Dhe të më jepni një mënyrë se si keni vepruar që këto viktima të këtyre konflikteve dhe luftrave që janë prekur drejt për drejt nga pasojat e këtyre situatave, i keni ndihmuar të flasin rreth këtyre çështjeve pa patur frikën se mund të paragjykohen apo mund të stigmatizohen nga shoqëria. Atëherë, unë punoj në Prishtinë, kryesisht me të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, që nga viti 2007, do me thënë po bën 18 vite që punoj kryesisht vetëm me mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, dhe sigurisht që mbasi jeni në dieni që më njëherë pas luftës, çështja e dhunës seksuale në Kosovë kanë qenë çështje komplet tabu, çështje e heshtur, e fshehur, thosë nuk ka ndodhur fare. Edhe kjo ka bërë që të mbijetuarit traumat të shumëfishohet dhe të sulmuajë organizmin si në aspektin psikologjik, ashtu edhe në shëndetin fizik. Në vitin 2007, kur unë kam fillu punën organizat, ne kemi pas me dhjetra të mbijetuara që kanë ardhur, po fillimisht kanë folur për trauma të tjera, sepse ka pas zakonisht të vështirë të flasin për çështjen e dhunës seksuale, të marrë parasysh që janë stigmatizuar, janë paragjykuar për atë që kanë përjetuar. Edhe as më tepër të marrë parasysh që shoqëria kosovare ka qenë një shoqëri, vazhdon të jetë fatkeqësisht një shoqëri patriarkale, ku çështja e dhunës seksuale ka qenë shumë e lidhur me moralin. Prandaj kjo ka qenë një përvojë të cilët të mbijetuarit është dashur me i përbit, të them, mos me fol, për faktin që nëse kanë fol, cilat kishin me qenë pasojat në shoqëri. Kështu që tek në vitin 2007-2008 ne kemi filluar me qenë shumë të zëshën në të kuptimin që gjithë shërbimet e tona deri në atë kohë ishin më diskrete, në mënyrë që me kriju një rrugë ku të mbijetuarit me ditë që ekziston organizata që ofrojnë shërbime. Por tu e pa që të mbijetuarit nuk e marrin guximin për me folë për traumat të cilat i kishin përjetu, atëherë ne kemi qenë vazhdimisht si organizata jo qeveritare, kemi trokit vazhdimisht në institucione që me kriju kushte ku të mbijetuarit munden me qenë ma të zëshëm për përvojat e tyre traumatike,
Dhe kështu kemi fillu me fushata të ndryshme. Fillimisht ka qenë fushata Ndëgjoje zërin tim, ku të mbijetuarit kanë tregu rrëfimet e tyre të luftës, por gjithmonë me identitet të mbyllur, me identitet të mbrojtur. Shoqëria ka pas nevojë me ndëgju rrëfimet e tyre për me kuptu në thelb se çka kanë përjetu të mbijetuarit. Dhe kur i kanë dëgju përvojat e tyre traumatike, ka qenë një lloj empatie të cilën ka kriju. Dhe ma vonë kemi bë fushata bëhu zërjem, ku njerëz prej komuniteteve të ndryshme kanë filluar me bë zëri të mbijetuarve, duke tregu për përvojat e tyre, duke bë thirrje për ma tepër mbështetje, duke bërë thirrje për ma tepër mbështetje dhe ndjeshmëri, dhe kështu është trasu rruga ku të mbijetuarit kanë filluar me ardhur në organizata dhe me kërku mbështetje në fakt edhe me e trajtu traumën e tyre. Me thënë, kjo nuk është një proces i lehtë, absolutisht nuk është proces i lehtë, por është një proces që kërkon të mobilizohet e gjithë shoqëria me trasu rrugën ku të mbijetuarit ndihen të dëgjuar, ndihen të kuptuar. Në çdo shoqëri, pas konfliktit, nëse nuk krijon hapësira ku të mbijetuarit mund të flasin, atëherë trauma definitivisht nuk mund të thuhet. Thellohet dhe të mbijetuarit gjithmonë ndihen edhe më shumë të stigmatizuar. Sa kanë ndikuar, mund vazhdoni. Isha të thënë, nëse konsiderojmë prej pas luftës, dhe tani jemi në vitin 2025, unë mendoj se po flas gjithmonë për referohem çështjes së dhunës seksuale gjatë luftës që ka qenë e përmenda më herët shumë çështje tabu. Tani veshë i shoqërisë kosovare ka një perceptim krejt ndryshe. Të rit janë shumë mbështetës, komuniteti ynë është shumë më empatik ashtu kësaj çështje, dhe të mbijetuarit vinë shumë alishëm për me kërku trajtim dhe me trajtu traumën e tyre, krahas 10 viteve të para të luftës, kur asnjëherë nuk është diskutu për atë se çka ka ndodhur, po se kjo nuk ka ndodhur fare, dhe të mbijetuarit thjesht jenë ngulfat me traumën e tyre, dhe kjo padyshim pastaj ka pas pasoja jo vetëm të individi, po edhe të familja dhe shoqëria në përgjithësi. E kuptoj. Po sa ka ndikuar ndihma ndërkombëtare dhe asistenca ndërkombëtare, qoftë ajo financiare, qoftë ajo me ekspert të kësaj fushë për trajtimin e këtyre viktimave dhe risocializimin e tyre në shoqërinë, le të themi deri diku paragjykuese të Ballkanit? Tani, ne kemi shumë qartë që me njerë pas luftës të gjitha shoqëritë janë shumë të brishta, kanë institucione të brishta të cilët kanë domosdoshmë nevojë për ndihmë ndërkombëtare, qoftë në aspektin financiar, qoftë në aspektin e ekspertizës për të trajtuar traumat dhe për të trajtuar dinjitetshëm të mbijetuarit që kanë rrjedhë si pasojë e luftës. Por edhe ky është një proces shumë delikat. Të kthehemi prapë te çështja e mbijetuarve dhunës seksuale. Menjëherë pas luftës, çështja e dhunës seksuale është adresuar te institucione ndërkombëtare që ka qenë UNMIK-u dhe ULEX-i. Shumë dëshmi të cilat kanë qenë të freskëta menjëherë pas luftës janë deponuar në UNMIK dhe në ULEX. Fatkeqësisht to dëshmi të cilat janë deponuar aty nuk kanë marrë të mbijetuar fillimisht, nuk kanë marrë një mbështetje psikologjike, nuk kanë qenë të gatshëm me dëshmu përvojën e tyre pa marrë një mbështetje të duhur psikologjike. Aq më tepër që gjithmonë deponimi është bërë me ndihmën e përkthyesve, sepse tu e marr parasysh që kanë qenë ndërkombëtar, shpeshherë të mbijetuarit janë të stigmatizuar sepse nga frika që përkthyesit janë shqiptar edhe mos përvoja atyre traumatike dhunës seksuale mund të shpërndahet në shoqëri. Pra ka qenë pjesa e besimit. Pikrisht, dhe kjo është lidhet mandej ka pas një efekt traumatizues. Për me vështira ka qenë që shumë të mbijetuar të dhunës seksuale, të cilat i kanë deponu dëshmit në ULEX edhe në UNMIK fillimisht dhe pastaj në ULEX, me kalimin e kohës këto dëshmi janë zhduk fare. Deri vonë kur çështjen e dhunës seksuale është adresuar në institucionet e kosovare, shumë të mbijetuar që kanë deponu këto dëshmi, kur i kanë kërku prova, domethënë nuk kanë mund me gjetë fare. Ne kemi rastin për shembull të mbijetuar së pare e cila ka arritur të qasë drejtësisë, e cila qysh në vitin 2000 ka dëshmuar në UNMIK, ma vonë ka dëshmuar edhe në ULEX, edhe asnjëherë nuk ka arrit me gjetë dëshminë e saj në këto dy institucione. Pastaj kjo qasje e institucioneve që mund të themi është paksa skandaloze, të humben qëllimisht ose jo dëshmi të tilla, ai vendos viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në një pozitë shumë më të keqe dhe më traumatike, sepse në një farë forme duhet thënë që kalojnë shumë herë, jo vetëm përmes dhënies së një dëshmie, por shumë fishe kalojnë atë traumë, duke ripërsëritur ato momente në kokën e tyre.
Padyshim që po. Unë e përmenda edhe më herët, faktori i parë dëmtues të mbijetuarit ka qenë sepse janë ritraumatizuar derisa e kanë dhënë intervistën e tyre pa mbështetje psikologjike. Gjë që në parim nuk është as pak e drejtë, sepse kur deponohet një dëshmi për një institucioni të drejtësisë, domosdoshmë duhet me qenë e nevojshme prezenca e psikologut, sepse ata kanë nevojë të vazhdueshme për mbështetjen psikologjike. Dhe kjo nuk është ofruar asnjëherë. E dyta, për faktin që historitë e tyre janë dhënë në institucione UNMIK e ULEX dhe kjo ka bërë që të mbijetuarit të humbin besimin në institucione në përgjithësi, që përvoja e tyre traumatike nuk është validu fare, nuk është marrë me seriozitet të plot fare, dhe kjo padyshim që ka ndikuar thellësisht në mirëqenien e tyre psikologjike. Dhe pastaj jo vetëm që ka humbur besimin në institucione ndërkombëtare, po ky besim është bërë, ky mosbesim është bërë në institucione vendore, kur tek në vitin 2016 e tutje, kur këto institucione vendore kosovare e kanë marrë, domethënë në dorë çështjen e dhunës seksuale për me adresuar ashtu si duhet, në përgjithësi të mbijetuarit kanë hezituar me deponu dëshmitë e tyre, me mendimin sepse ne kemi provu dhe më herët, po nuk ka ndodhur kur gjë me gjithë dëshmitë tona. Gjatë gjithë këtyre viteve, a keni patur situata kur ndoshta politika këto lloj dëshmish, qoftë të viktimave të dhunës seksuale, qoftë edhe të viktimave që kanë përjetuar tmerre të tjera gjatë luftës, politika ndoshta mund t'i ketë përdorur për të thelluar ndarjet sociale për qëllime politike? Gjithmonë ekziston tendenca që politikisht të mbijetuarit të politizohen dhe të keqpërdoren të thënë në atë mënyrë, por kur kemi të bëjmë me ballafaqimin me të kaluarën, kur kemi të bëjmë me drejtsinë tranzicionale, ne gjithmonë duhet të bazohemi në fakte dhe proceset e drejtësisë tranzicionale duhet të bazohen në fakte në mënyrë që mos të dëmtojmë të mbijetuarit aq më shumë se sa janë të dëmtuar. Duhet të kemi shumë parasysh të jemi në këpucën e tyre, të kemi parasysh çfarë dhimbje ata kanë përjetuar dhe mos të politizohet përvoja e tyre, por në anën tjetër të krijohen kushte të nevojshme ku mund të përpunohet trauma e tyre dhe ku ata ndihen që po krijohet një shoqëri që i kupton, i mbështet dhe trason një rrugë që të trajtohet thellësisht traumat të cilën kanë përjetuar në konflikte. A kanë arritur këto viktima dhe këto persona që kanë vërejtur pasoja psikologjike serioze nga lufta, ndoshta të gjejnë atë paqen shpirtërore sa do kudo dhe ndoshta të shohin që jetojnë në një shoqëri më paqësore se ajo që kanë lënë pas në vitet ku kanë parë, le të themi, tmerret me sy? Kjo është një proces shumë individual dhe është një proces shumë kompleks edhe kur flasim për shembull për të mbijetuar të dhunës seksuale, konsiderohet që në Kosovë janë rreth 20.000 të mbijetuar të dhunës seksuale. Deri më tani janë vetëm 2.000 prej tyre të cilët kanë kërkuar qoftë njohje të drejtës së tyre, sepse më në fund Kosova njeh të mbijetuarit si të mbijetuar, njeh viktimat e dhunës seksuale si të mbijetuar me ligj. Dhe qoftë ju kanë qasë drejtësisë, por janë edhe 18.000 të tjerë që ende për shkak të stigmës, për shkak të ndjesisë së paragjykimeve, për shkak të ndjesisë së mos mbështetjes nga ana e familjes dhe shoqërisë në përgjithësi, ende hezitojnë. Unë mund të them që në momentin që të mbijetuarit i qasen organizatave që janë kryesisht organizata jo qeveritare që ofrojnë shërbime rehabilituese për të mbijetuarit të dhunës seksuale, në momentin që i qasen këtyre organizatave, ata asnjëherë më nuk janë vetëm dhe aty fillon procesi i shërimit të tyre. Por janë edhe 18.000 të tjerë që ende nuk e kanë marrë këtë guxim dhe që nuk mund të them se ata kanë arritur në paqe shpirtërore. Mos harrojmë që kur kemi të bëjmë me paqen, kjo gjithmonë është e lidhur ngushtë me ndjesinë e drejtësisë. Derisa nuk kemi pranim nga pala e cila ka shkaktuar gjithë dëmin edhe dhimbjen, paqja është e vështirë për më arritë. Megjithatë, unë po e lidhi me çështjen e njohjes së të mbijetuarit të dhunës seksuale me ligjin në Kosovë. Në vitin 2018, kur më në fund Kosova i njohoi të mbijetuarit të dhunës seksuale me ligj, sikurse gjithë kategoritë e tjera të dalën nga lufta, ishte një ndjesi e drejtësisë. Unë si psikologe mora iniciativën me i pyet secilin prej mbijetuarve të cilët i kishim në database çka do thotë kjo për ta, çka do thotë drejtësia për të mbijetuarit. Edhe shpat prej tyre që thonin që nëse familja më mbështet, kjo për mua është drejtësi, sepse për mua dikush më njeh dhimbjen. Mirë po të gjithë fakti që shteti më në fund po njeh si të mbijetuar dhunës seksuale ka qenë një paqe shpirtërore se në fund
18 vite, 19 vite pas përfundimit të luftës, shteti po e njeh plagën tonë, gjë për cilën nuk ishte folur kurrë më përpara, gjë për cilën gjithmonë shoqëria jone kishte heqë, sikurse e kishte shkel dhimbjen e tyre, dhe kjo do thoshte drejtësi. Mirë po ka të mbijetuar që drejtësi e konsiderojnë vetëm atëherë kur autori i krimit është mbrapa grilave, vetëm atëherë arrin atë paqen shpirtërore. Kështu që kur themi që a kemi arritur një paqe shpirtërore ose një rehabilitim të mirëfillt të mbijetuarve, kjo është e lidhur me shumë çështje. Ka të bëjë me rehabilitimin e traumës, ka të bëjë me njohjen e dhimbjes, ka të bëjë me çështjen e drejtësisë dhe shumë individuale po edhe komplekse në të njëjtën kohë. Kjo pyetja radhës kam përshtypjen se është paksa më e ndjeshme, duke qenë se për shembull në shtetin e Kosovës bëhet fjalë për shqiptarët dhe për serbët në këtë rast. Në organizatën tuaj janë të kyçur vetëm shqiptar që trajtojnë viktimat e dhunës seksuale në luftë, apo ka edhe nga nacionaliteti serb që ndoshta e gjykojnë atë që ka ndodhur në kohën e luftës dhe janë aty për të suportuar këto gra që kanë pësuar nga persona që vinë ndoshta nga i njëjti nacionalitet si edhe ata? Ne si organizatja qeveritare jemi themeluar që në vitin 1999 dhe kryesisht ofrojmë shërbime rehabilituese për personat që kanë përjetuar trauma të ndryshme gjatë luftës, këtu padyshim që përfshin edhe mbijetuarit e dhunës seksuale. Ne jemi të hapur me punu me të gjitha etnicitetet në Kosovë, por fatkeqësisht nuk kemi pas asnjë rast të cilat vjen për komunitetit serb, ne kemi për komuniteteve tjera qoftë bosnjak, qoftë turk, rom, shqiptar pjesa më e madhe, por nuk kemi pas, edhe pse kemi qenë të hapur dhe nëse dikush prej tyre kishte më ardhur me kërkuar shërbime rehabilituese, ne nuk kishim me refuzu, sepse jemi për me punu për gjithë personat që kanë përjetuar trauma të ndryshme në shoqërinë kosovare. E kuptoj. Sa keni shpresa ndoshta që ajo drejtësi që një pjesë e viktimave përmendët edhe ju e presin me padurim, apo mund të gjejmë paqe shpirtërore vetëm atëherë kur do arrihet që autorët që kanë kryer ato vepra do vendosen në bankën e të akuzuarve, le të themi, mendoni se do të arrihet, apo a kanë shpresa se do të arrihet në një të ardhme? Qofte e afërt apo e largët? Në vitin 2021 ne kemi pas rastin e parë, i cili është gjykuar për krime të luftës dhe për krime të dhunës seksuale në Kosovë. Është një si rasti Vukotić, ku e mbijetuara ka arritur ta identifikojë autorin e krimit, dhe tash autori i krimit është mbrapa grilave, ndonse me një dënim jo meritor, vetëm me 13 vjet. Megjithatë, ka qenë kjo një paqe shpirtërore për të mbijetuarën, të cilën kur e kemi pyet pas gjithë procesit të gjykimit se si po ndihesh, ajo më në fund ka marrë frymë të tillë, ka thënë po ndihem e lirë, gjë që është teje domethënse. Dhe pastaj kjo mbijetuar në vazhdimsi mban takime me të mbijetuara të tjerë me i motivu për me deponu dëshminë e tyre, dhe kjo ka qenë një dritare shprese që mos mi humb shpresat, mu deponu dëshmia për gjithë ata që dinë për autorët e krimit, sepse shumë prej tyre edhe nuk i njohin për faktin që ka qenë me maska, ka qenë thjesht nuk i njohin si persona që kanë shkaktuar autorët e krimit. Po nuk arrin me identifiku. Mirë po ka shumë deponime të dëshmisë në polici për krime lufte, dhe tashmë janë disa akte akuza të ngritura për gjykim në mungesë. Do të thonë, janë identifikuar autorët e krimit, po bëhet gjykimi do të fillojë gjykimi në mungesë, por që autorët e krimit nuk janë të kapur. Do të thonë, vetëm deri më tani kemi vetëm një rast, por që është te domethënse dhe shumë shpresdhënës për të mbijetuar të tjerë që mos me humb shpresën që herdo kur do mund të qasën drejtësisë dhe që definitivisht drejtësia për ta është shumë domethënëse. Duke qenë se gjatë kësaj bisede fokusin e patëm më shumë tek gratë, gjatë këtyre viteve me siguri keni arritur të krijoni një përshtypje tjetër se sa të forta janë gratë. Patjetër që duhet të theksoj që ne punojmë jo vetëm me të mbijetuara gra që kanë përjetuar dhunë seksuale, po punojmë edhe me djemë dhe burra. Mund të them që mbi 10% e të mbijetuarve që frekuentojnë organizatën tonë janë burra, të cilat kanë qenë djemë kur kanë përjetuar dhunën seksuale, tash janë burra të cilët marrin rehabilitim, dhe për ta padyshim që dhuna seksuale përjetohet edhe më rënd për faktin që stereotipe gjinore janë mjaft të theksuara, ku e marr parasysh që burri është rrit me idenë që duhet me mbrojt veten e tyre, dhe kjo e bën edhe më të rënd përvojën traumatike dhe stigmën më të thellë ka shi dhunës seksuale të cilin kanë përjetuar, por sigurisht që numri më i madh i të mbijetuarve janë gra, dhe ajo çka thash unë po bën 18 vite, unë rrita duke punuar me të mbijetuarit e dhunës seksuale,
Dhe ajo çka edhe mua më fuqizon është që jo gjithmonë në seanca psikoterapeutike ndëgjoj vetëm dhimbje, por është e jashtëzakonshme edhe forca, rezilienca të cilën ata e sjellin, ajo forca të cilën pa marrë parasysh në për çka kanë kalu, asnjëherë nuk dorëzohen. Është e dhimbshme të mbijetuarit që nuk është vetëm dhuna seksuale të cilën e kanë përjetuar gjatë luftës, por është mandej edhe ajo dhuna e vazhdueshme që është shkaktuar në familje, në shoqëri për shkak të mos mbështetjes që kanë pas pikërisht për shkak të dhunës të cilën e kanë përjetuar gjatë luftës. Për cilën Dhe nuk ka kanë qenë fajtor. absolut, dhe shpesh ka prej tyre që thonë që lufta për mua s'po përfundon kurrë. Unë e di që kam përjetuar dhunë seksuale sepse ka qenë luftë, por megjithatë është një luftë e vazhdueshme që e kanë familje për shkak të që tash edhe më herët, domethënë çështja e dhunës seksuale shumë e lidhur me moralin dhe shpesh herë kanë dhunë vazhdueshme për shkak të asaj që kanë përjetuar dhe padyshim që nuk kanë asnjë grim faje. Por që po. Po në rastin e burrave, keni ndonjë shifër se sa mund të jetë numri i personave që nuk kanë ardhur të kërkojnë ndihmë? Ne asnjëherë nuk do të dim sakt numrin e shifrave, as të grave dhe as të burrave. Megjithatë, ajo që unë e hasi dhe kolegët e mia hasin çdo ditë në praktikë është që numri i burrave të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale është shumë më i madh krahas atyre të cilët vinë edhe kërkojnë ndihmë. Kjo më tepër ka ndodhur në vendet kur ata janë mbajt arbitrarisht, qoftë në burgje të improvisuara, edhe shpesh secili prej tyre që vjen tregon që nuk ka qenë i vetëm, por që ka pasur edhe dhjetra të tjerë të cilët kanë qenë prezent kur kjo ka ndodhur, dhe shpesh herë ata janë detyruar që është elementi i dhunës seksuale, për shembull e mbajt në burg dhe janë detyruar me esë të zhveshur, thjesht me i dehumanizu ata. Por prapë se prapë numri i atyre që kërkojnë ndihmë ende vazhdon me qenë i vogël. Megjithatë ne po punojmë intensivisht edhe me burrat edhe së shpejti. Në fakt, 14 prilli dihet që është dita kombëtare e mbijetuarit të dhunës seksuale në Kosovë, dhe ajo çka ne po punojmë është me 14 prill për herë të parë, këtë 14 prill për herë të parë do të jetë një burr i cili do të flas publikisht për përvojën e tij traumatike, gjë që besojmë që kjo do të jetë një thirrje e fuqishme për me thy stigmën që familjet me qenë më mbështetëse edhe të mbijetuarit e tjerë, burrat e djemtë të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale me u qas burimeve të ndihmës. Duke dashur t'ju përgëzoj dhe t'ju falenderoj për punën e jashtëzakonshme që po bëni gjatë këtyre viteve, unë uroj që edhe më shumë viktimat e luftës të arrijnë edhe të krijojnë atë sigurinë në vete dhe të drejtohen organizatës tuaj dhe të gjejnë mbështetjen që ndoshta në një farë mënyrë do t'i drejtojë edhe drejt asaj qetësisë shpirtërore që një njeri në jetën e tij e ka të domosdoshme. Faleminderit shumë që gjetët kohë dhe për gjitha informacionet që nda, dhe shpresoj që me këtë bisedë sadopak të japim edhe kontributin ton që të ndihmojmë edhe në rivënien e paqes në shoqëritë me të kaluar shumë delikate. Faleminderit edhe juve që keni kriju një hapësirë për me diskutuar çështje kaq të ndjeshme, sepse siç e thash edhe më herët, sa më shumë që diskutojmë, kjo trason rrugën që të mbijetuarit të ndjehen më të mbështetur, më të kuptuar, dhe trasohet rruga ku gjithë shoqëria mund të mbështetet, jo vetëm në emisione ose intervista të tilla. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që biseduam bashkë. Kënaqësi gjithashtu.